palët e pakënaqura me vendimet e organeve, qoftë nivelit qendror, qoftë nivelit lokal, mund t'i drejtohen gjykatës, përmes të cilës natyrisht që kërkojnë përmes rrugëve gjyqësore realizimin e të drejtave të tyre të cilat pretendojnë që u janë cënuar nga ana e vendimeve të kuvendeve komunale në rastin konkret. Për rrjedhoj, në rast se eventualisht kemi vendim të gjykatës në rastin konkret, edhe përkundër faktit që ka vendim të gjykatës, atëherë natyrisht që kemi së paku mospërfillje të gjykatës, çka natyrisht që është vepër e veçantë penale në kuadër të dispozitave të kodit penal, për çka natyrisht që palët e përfshira, palët që ndërmarrin veprime kundër asaj që ka vendosur gjykata me vendim të plotfuqishëm, natyrisht që penalizohen dhe rrjedhimisht ndeshkohen me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj, ndërsa në rast se kemi të bëjmë me persona të tjerë, persona përgjegjës që a priori ju dedikohet personave autoriteteve, atëherë natyrisht që shkalla e ndeshkueshmërisë është tjetër dhe kualifikimi kemi të bëjmë me mosbatim të vendimeve të gjykatës.